Shqipëria ka nisur zyrtarisht transaksionin e parë në euro përmes së zonës unike të pagesave SEPA. Këtë fakt e bëri të ditur guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko. Sot për ne është një ditë e veçantë, pasi jemi dëshmitar të një momenti historik për tregun financiar shqiptar, nisjen e transaksionit të parë në euro përmes zonës unike të pagesave në euro të quajtur SEPA. Ky nuk është thjesht një zhvillim teknik në sistemet e pagesave, por është një gur themeli në rrugën e Shqipërisë drejt integrimit në infrastrukturën financiare europiane. Antarësimi i Shqipërisë në SEPA i realizuar në nëntor të vitit kaluar ka qenë rezultati i një procesi të strukturuar ku Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me bankat e nivelit 2 dhe institucionet financiare ka punuar me përkushtim për të përmbushur kërkesat teknike, ligjore dhe rregullatore të nevojshme. Sot aktualisht 11 bankat që operojnë në Republikën e Shqipërisë janë gati të ofrojnë shërbime SEPA për qytetarët dhe bizneset që operojnë në Shqipëri. Në këtë proces, roli i Bankës së Shqipërisë ka qenë vendimtar. Antarësimi në SEPA ishte një objektiv strategjik i Bankës së Shqipërisë i lidhur drejt për drejt me planin e ri të rritjes së Bashkimit Evropian dhe me projektin rajonal për modernizimin e sistemeve të pagesave në Ballkanin Perëndimor. Në udhëheqjen e Bankës së Shqipërisë dhe me asistencën e dhyer të Bankës Botërore dhe fal koordinimit me të gjithë aktorët vendas, u sigurua përmbushja në kohë e kritereve dhe vënia në veprim e shërbimeve për pjesëmarrje në SEPA. Më konkretisht, do të kemi tarifa shumë më të ulta, transferimi parave nga Shqipëria drejt vendeve anëtare të SEPA-s do të kushtojë deri 5 herë më pak se më parë. Do të kemi transaksione më të shpejta. Pagesat elektronike janë më të shpejta, më të sigurta dhe më komode. Do të kemi më shumë transparencë dhe barazi. Pra një pagesë nga Tirana në Rom nuk do të kushtoj më shumë se sa një pagesë brenda Tiranës. Ndërkohë që do të kemi ulje drastike dhe për pagesat në mbritje, ku këtu do të përfitojnë kryesisht emigrantët shqiptarë që sjellin transferta nga vendet e tyre në Shqipëri, në familjet e tyre. Ky është një standard europian që sot bëhet realitet për Shqipërinë, duke vendosur infrastrukturën tonë pagesave në të njëjtin nivel me atë të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Nga Banka e Shqipërisë këtu në Tiranë, për Alp TV Kanada, Lorenz Shehu.